Edhe pse kanë kaluar vetëm pak orë nga hapja e televotimit, kurioziteti se kush do të largohet 3 javë para finales është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet dhe nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë për të larguar e ka Kelly me 62% të votave, i ndjekur nga Daja me 15% të votave. Me po 15% të votave për të larguar është Jozi, i ndjekur nga Egli me 8% të votave. E më pas banorët e tjerë si Aldo, Gerta, Gjesti, Laerti me 0%, pashtu dhe Loredana dhe Rozana, megjithatë rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Por pavarësisht të rezultateve, ai që do të largohet i pari është Kelly, e po ashtu të tjerë banorë që rrezikojnë janë Jozi dhe Aldo, pasi kujtojmë se Lediuni përmendi se mund të jenë 3 banorë që mund të largohen mbrëmjen e së martës.